Gjykata e Tiranës konfirmoi masat e sigurisë për 5 nga 10 të ndaluarit gjatë operacionit që zbuloi një rrjet call centerash me bazë në Tiranë, që dyshohet se ka mashtruar mijëra qytetarë europian, duke u marrë një total prej 50 milion eurosh. Eduard Dalla, Mateo Hoxha, Tedi Agastra dhe Joel McCauley u lanë në burg, ndërsa Aida Vogli do të hetohet në masën detyrim paraqitje. Sipas dosjes hetimore, Prokuroria shqiptare është vënë në dieni nga autoritetet austriake në nëntor të 2024 për skemën e mashtrimit përmes platformave online Alpha Crypto, Capital Market 24 dhe Gold Capital 24. Një reklam e rreme me një personazh të famshëm ishte kurthi i parë i skemës, që sipas hetimit gjatë periudhës 15 qershor 2023 deri më 30 korrik 2024 arriti mashtrime me shuma të mëdha në Vjenë dhe qytete të tjera në Austri dhe jo vetëm. Hetimi ka zbuluar dhe përfituesit kryesor. Çdo grup përbëhej nga 6 deri në 8 agent dhe mbikëqyrej nga drejtuesi që i monitoronte. Puna e personave që zotronin gjuhën italiane konsistonte në kryerjen e telefonatave ndaj qytetarëve italian, ku ofronin shërbimin e rikuperimit të parave, të cilat i kishin humbur në investime të mëparshme në trading online, dhe në rast se personat ishin të interesuar, i udhëzonin më pas të hapnin një llogari në Coinbase me depozitim fillestar 500 euro. Prokuroria e Tiranës në dosje ka sqaruar edhe mënyrën se si ishte organizuar skema e mashtrimit, që bazohej në depozitime duke nisur nga minimalisht 500 euro në Coinbase, një platformë ku shitet dhe blihet kriptovaluta si Bitcoin e të tjerë. Një pjesë e këtyre parave të përfituara është konvertuar në kriptovaluta. Të dëmtuarit zakonisht hynë në këto platforma mashtruese përmes një reklame të rremtë të një personazhi të famshëm. Prokuroria identifikoi se shtetasi Tedi Agastra dhe Marcel Hoxha gjatë vitit 2024 kanë marrë vlera të konsiderueshme në adresa kripto dhe më pas i kanë transferuar në adresa të tjera kripto. Këta dy shtetas janë përfitues fundor të kriptovalutave të këtyre call centerave. Këto call centera, sipas hetimit të Prokurorisë të Tiranës, funksiononin në një nivel të lartë organizimi, ndarje të qartë të detyrave dhe kontroll hierarkik, duke i ngjarë strukturave të bizneseve legjitime. Gjatë kontrolleve në 3 call centera u sekuestruan rreth 900.000 euro cash, mbi 400 kompjutera dhe 200 aparate celular.